Sot do flasim shqip. Kërkojnë ndjes nëse ngatrojmë ndonjëherë, edhe mund të ndodhi. Sot dua të flas për Shqipërinë, dua të flas për shqiptarët që kanë dalë rrugëve të Shqipërisë dhe protestojnë. Dua t'ju them që ne, shqiptarët e emigrimit, jemi në krahun tuaj, jemi shumë krenar për ju që ju shikojmë që nuk e ulni kokën. Shqipëria nuk është përshitje, edhe e ardhmja e saj nuk duhet të vendoset pas dyerve të mbyllura. Kur njerëzit kërkojnë respekt për vendin e tyre, duhet të dëgjohen. Ndoshta disa investitorë të huaj shikojnë te brigjet e Shqipërisë ca mundësi biznesi, por njerëzit që jetojnë atje shikojnë shtëpinë e tyre, shikojnë historinë e tyre edhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ky është ndryshimi. Unë do t'ju them qëndroni të fortë, qëndroni të bashkuar. Të gjithë e dinë që kur populli bashkohet, sa herë fiton, sepse investimi nuk ka më shumë vlerë se sa njerëzit e vendit. E di që kjo nuk është arsye vetëm që ju protestoni, keni shumë arsye tjera të rëndësishme, por ju i keni thënë më mirë se unë, kështu që unë s'kam çfarë tjetër të them. Vazhdoni.